shumë të dikosh. Kur kush mos më ndihmov që ky ka më ndihmu. Kur kush mos më kuptov që ky ka më kuptu. Ke pa kur e ki keti mytën të, e ke pa bashkë që ata e jek Allahu Azza wa Jalla. Ai së ndihmon. Ai të bëhet nashta për atyre që masisht s'e kuptojnë. Por çka? Por shkak se me të mësu Allahu Azza wa Jalla që ti mos më majti më taj. Astaj, po shpresa jon e me kanë gjithmonë një e vetme tek Allahu Azza wa Jalla, një e vetme. Allahu Azza wa Jalla musliman shpesh sprovon deri me një pikë kur hupin shkaqet, sebepet, edhe sta mërmenja që ki zgjidhje ma heq. Deri në qitë pikë sprovon Allahu Azza wa Jalla me të pa në qitë pikë kur ka hupi mytit të krejt, të gjithë kosh. Qitë pikë që ka menon të për Allahu Azza wa Jalla. Por ata eshe kur Muhamedi alayhi salam u kanë shpell me Abu Bakrën, janë afru jo besimtar qaq afer, sa që Abu Bakr radiallahu anhu ka nisë mu mërzit në atë kuptimin, ka nisë me pas frikë ma që në zanën. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, la të khëzën, mos u mërzit, në Allah ma'na, Allahu është me neve. Të më të në këtë pikë kur fillan me të hupi myti që po pështan. Musa alayhi salam të ikë për Firauni me ushtri për mas. Musa alayhi salam me shoqërus të tina të largu për tyne deri kur kanë mri në stëm detin për para. Firauni me ushtri për mas. Qalu ashabu Musa, kanë thonë shokët e Musës alayhi salam, inna le mudrakun, në zanën, s'kim ka iku ma. Ka thonë Musa alayhi salam, kalla, kurse si, inna ma'aja rabbi, me mu është rabbi, se hedin, ka me mësu të më anterin këtë pi, kur të fillan me dëshu ma që në zanën, s'ka ma pështim. Të në pëse, musliman, për shkak se insani, njeriu, mbështetet shumë të shkaqet, të sebepet. Taj mjek i mani me që atje po thujnë një mjek, që atje po thujnë njani, të më në zemra me njerë fillan, të aj me majti me të pak të kë, e Allahu Azza wa Jalla me sprovat e tina dënë me t'i hi e krejqitu. Dënë me lanë zemrën tane të pasht, në bështetën e tek Allahu Azza wa Jalla njët vetëm. Kur të vesh në qitë pikë, që të hupi mytit të gjithë kosh, edhe më rinë më mbështet tek Allahu Azza wa Jalla të rëmysh dhe për ty. Allahu Azza wa Jalla ban ato që ka se prit heq, kur ti në qitë pikë kur ka ardhje mbështet tek Allahu Azza wa Jalla. Për fund për thama musliman, manë e manë, e këni vrejt, sa herë manë i mëtë shumë të dikosh, kur kosh mësëm një mov që kë ka më një mu, kur kosh mësëm kuptov që kë ka më kuptu. E ke pa kur e ki keti mytën të, e ke pa bashkë që ata e jek Allahu Azza wa Jalla, ajë së nëman, hajtë bëhet nashta për atyre që masisht i s'kuptojnë. Por çka? Por shkak se me të mësu Allahu Azza wa Jalla që ti mos me majti më taj, astaj, po shpresa jon e me kanë gjithmonë një e vetme tek Allahu Azza wa Jalla, një e vetëm. Allahu Azza wa Jalla na bëfë muslimanë të mirë.